Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, jemi në 10 ditëshin e fundit. Jemi në ato net në të cilat Allahu i Madhëruar na ka kërkuar që ne të angazhohemi gjatë gjithë natës, duke adhuruar atë, duke përmendur atë, duke i lutur atij për të gjetur natën e Kadrit. Dhe Aisha radiallahu anha na tregon lutjen të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e bënte më së shumti. E kush është ajo lutje? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto net thonte: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Këtë neve mund ta bëjmë edhe kështu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falës, e do faljen, na fal neve. Pra, sa më shumë ta bëjmë këtë lutje, sepse këtu nuk është fjala për një falje të thjeshtë, por është një falje që Allahu i Madhëruar të na fshijë të gjitha mëkatet që kemi bërë. E ndryshe, ti hapim derën vetes tonë për të na mëshiruar Allahu i Madhëruar dhe për të na dhuruar neve të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Lut Allahun e Madhëruar që të bëhen prej atyre të cilët e këndojnë këtë lutje sa më shumë dhe qëllon në natën e Kadrit. Assalamu alaikum.